Pjesa e dytë që ka të bëjë me ndonjë propozim ligj tjetër për ta përcaktuar këtë, përsëri nuk përbën sens, sepse vetë ligji për provimin e jurisprudencës nuk e përcakton gjuhën. Respektivisht, kjo ta lejon ty që me ligjin për provimin e gjuhës që e flasin 20%, që ka një karakter lex specialis, t'i jepet mundësia që studenti të jep provimin në gjuhën shqipe. Problemi tjetër ka të bëj diskutimi edhe narrativi që është në opinionin publik me a do t'ja japim a nuk do t'ja japim. Gjuha shqipe nuk është çështje a do t'ma japish a nuk do t'ma japish, është çështje që ne e kemi me shekuj të tërë, e kemi kultivuar, përtej rezistencave të mëdha që kemi patur për përtharje të gjuhës, ne sot e më shumë e flasin gjuhën shqipe dhe nuk mundet që të reduktohet në vullnetin e dikujt për të na dhënë diçka që ne e kemi dhe që e kemi si të drejtë vetë se të fituar. Prandaj padyshim që nuk duhet zgjidhja për çështjen e jurisprudencës nuk duhet të fokusohet në një ligj tjetër, sepse kjo do të bëjë që edhe 5 vite të tjera, po edhe 10 vite të tjera të mos implementohet çështja e dhënies së provimit në gjuhën shqipe.